dyta që duhet perde të heket bidati që janë shkundërshtim me sunet. Në çdo sen që pejgamberi Allahut nuk e ka vepruar, nuk e ka thonë që të veprohet, nuk e kanë miratu, nuk kanë shprej sunetit pejgamberit Allahut. Dhe nuk e kanë vepruar veçanti 4 halifet, mëkamësit e pejgamberit Allahut, nga se veprimi i 4 mëkamësve të tij pas atij që kanë ardhur me miratimin e pejgamberit Allahut janë sunet, edhe pse nuk njihet, nuk din historia se ka shpik diçka Abu Bekrin fe, apo Omerin fe, Othmanin fe, apo Aliun fe. Po ato dhe me pas shpik për neve ka qenë sunet. Për shkak se pejgamberi Allahu ka thonë për mbanju sunetit tim dhe suneteve të atinve që vinë pas me. Kush janë ato? Abu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu. E pse bidati është dalalet dhe çon zjarr? Për shkak se ai që pretendon se ka bidat të mirë në fe, si ka thonë Imam Malik, është njëri prej dy. Do e mos duhet të thot apo nën kupton njënën prej dy. Ose do e mos duhet të thot se Allahu Azza wa Jall ka gënje, runë Zot. Se Allahu ka thonë el-yawma akmaltu lakum dinakum, sot e plotësova fen tuaj. Mirë, po ki ka gjetë diçka në fe që nuk ka plotësuar. Ti kur e ban një bidat, ti kur e ban një risi në fe, dhe i thua sa është e mirë, nënkupton se Allahu që ata që e pohoj, se e kanë plotësuar fen, Allahu nuk e pas ka pohu, pa i vi që pas ka thonë që. Kjo është biftan ndaj Allahut, apo thot biftan ndaj pejgamberit Allahut se ai nuk e ka predikuar, nuk e ka përcjell mesazhin e Allahut siç Allahu ja ka zbrit. Po pejgamberi Allahut ka lënë mongësh diçka. Allahu e ka plotësuar, apo pejgamberi Allahut se ne ka përcjell krejt. A pejgamberi Allahut nuk ka lënë sen që ju ofron xhennet dhe ju largon nga zjarmi siç ka në hadith pejgamberit Allahut thotë vetë që më kam tregu. Pejgamberi Allahut çdo sen ka përcjell dhe nuk ka vdek pa e përcjellë në manetin e Allahut. Pra pejgamberi Allahut ka tratuar në manet ti pas kësa shekujve ka ardhur dhe ke gjetë diçka, pra eliminimi i bidatit është prej pjesë e fesë Allahut Azza wa Jall. Ai që pretendon se kjo është e mirë, kjo nuk ka dert, kjo nuk ka problem, ai faktikisht ka problem me çështjen e besimit, ai nuk ka problem me çështjet elementare të cilat apo ditësore të cilat i vepron. Ka problem me çështjen e thelbësore, çështjen e besimit, për çka se ai ende nuk e ka kuptuar mesazhin e pejgamberit Allahut dhe çka ka dashur me thon pejgamberi Allahut kur ka thon kullu bid'atin dalal. Çdo bidat është dalalet, çdo risi. Njëri për neve thot, do të thonë ti po thuaj me ec me deve. Kush tha me deve me ec? Për çështjen e dunjos thot ju përparoni sa doni. Herës me Lamborghini, herës me Porsche, herës me Ferrari. Ka çështje dunjos, ka bëj di. Pejgamberi Allahu te në Medinë dhe i pa njerëzit se i kishin, i shartonin palmat e tyre, hurmat. Ta leni, çfarë i sharton? Dhe ato i lanë dhe nuk banë me të vetë. Tani Rasulullah në tha më që është ato, mos i krasit, mirë po ato shka u po, ato kupton nuk banë një. Tha ju e çështjen e dunjos më mirë e dini. Çështjen e dinit unë e di. Pejgamberi Allahut ka ardhur me na mësu neve fen apo dunjon, ka ardhur me na mësu fen. Pra ata në çështjen e fes, eksperti janë pejgamberi Allahut. Çështjen e dunjos e kemi të hapur, përparo sa të duash, përderisa nuk kanë gjuna në ta. Pra nuk na ka ndalu pejgamberi Allahut në çështjen e dunjos që ne të përparojmë. Po ai ka ndalu ne të shpikmin fe se është biftan ndaj pejgamberit Allahut. Sikur me ardh dikush me ditë fen më mirë se pejgamberi Allahut. Për ata 3 njerëz kur shkuan në shtëpitë e Aishës dhe pyetën pejgamberin Allahut për adhurimin e tyre, adhurimin e pejgamberit Allahut, ata vendosën njëri prej atyre që mos martohet tan jetën të jetë kështu kallogjer, që ta adhuroj Allahun Azza wa Jall, që të mur. Tan jetën ta adhuron Allahun Azza wa Jall. Ta nuk martohen. I diri për atyre tha unë do ta xhiroj tan jetë. I treti për atyre tha do të fal me namaz notë dhe nuk baj gjumë pejgamberi Allahut kur ndëgjon për këtë thënie. Këto a banën dhe një mëkat? Ta po bëjmë namaz notë.
njëri për atërin tjetrin, ta po agjeroj. Qeri dhe s'po martohet, se s'po martohet, ta po adhuroj Allah në zogjel, faktikisht po mina me Zotin tem dhe ibadetin tha, nuk po mina, nuk po preokupona me familje, me vlad dhe me fëmi. Pejgamberi Allahut kur dëgjoi u idhru, nëse më gëzu, mashallah, pas me kësi gjemodi, mashallah, te barakallah, ta natën ibadet. Sukur na shikërëno më po. Pejgamberi Allahut i idhru, nuk ka pash i idhruar sukur atë ditë. Tha vallahi, tha unë i tut në Allahut ma shumë dhe unë e njoh Zotin tem më mirë se ju. Mirë po megjithatë unë e thot, baj namaz natë dhe pushoj. Unë jam agjeroj dhe qeli. Dhe unë jam marton. Femen raghibe an sunneti felejse minni, ati që nuk i pëlqen model pejgamberi Allah, tha unë aj nuk është prej mej. Aj që le sunnetin tim nuk është prej mej. Për ata eliminimi kësaj perdet bidatit është e domosdoshme që të pranohet vepra tek Allahu Azza wa Jall. Për atë